Por mu nuk është më rëndësi çka thon njerëzit. Çka duan le të flasin njerëzit. Por mu është më rëndësi Allahu të jetë i kënaqur, ama njerëzit çka flasin nuk mërzitem fare. Në disa raste duhet të shikohen edhe gjërat e dyshimta, të cilat njerëzit i fusin në dyshim ndaj teje. Megjithse nuk është haram, megjithse nuk ka ndalesë fetare, megjithse nuk kundërshtohet me Islamin asgjë, ama tjerët i fut në dyshim. Disa nga selefi kanë thonë, ai i cili e vendon veten në vendet të dyshimta, në rastet të dyshimta, mos sigurohet nga mendimi i keq i njerëzve për atë. Njerëzit flasin, po pse flasin? Po ti je shkaktar. Për çfarë arsye? Po të shohin në vendet dyshimta, në rastet dyshimta. Këti nuk i takon kjo gjë, ama unë e di veten të sigurt. Besimtari duhet të ketë kujdes nga gjërat të cilat shkaktojnë dyshim në mesin e besimtarve.